أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Jemi bashkë edhe sonte në këtë ligjërat në shpjegimin e hidajes e që sot kemi me folë diçka lidhur me ezanin. Autori e fillon këtë kapitull me fjalët ku thot el-adhanu sunnah li salawati al-khams wal-jum'a duna ma siwaha. Ezani është sunnet për 5 namazet ditore, për namazin e xhumas, nga ato të cilat na kanë arrit prej transmetimeve. Thot wasifatul adhan ma'rufa. Mënyra e ezanit, se çish thirrët ajo është e ditën. Wa huwa kama adhana al-malak an-nazil min as-sama. Tu e kem në transmetim i cili na I ka sqaruar neve mënyrën se si thirrët ezani. Kur është ndërtuar fillimisht xhamia në Medinë e Sallallahu Alaihi Wasallam, ka pas diskutime mes sahabive se çish me I thirr në namaz besimtar. Ka pas për të se kanë thonë me përdor kombana, ka pas për të se kanë thonë me përdor zjarr, ka pas për atyre të cilët kanë dhënë ide të ndryshme lidhur me thirrjen e besimtarëve për namazë. Derisa një sahabi me emrin Abdullah ibn Zeid në Gabaj e ka pa në ëndër një ezan të cilin e kena nasër. Thot dhe më ka përsëritur meleku ezanin prej fillimit deri në fund. Të njëjtën ëndër transmetohet që ka pasur te Omeri, e që kur është treguar kjo ëndër pejgamberit alayhis salam, e ka miratu duke I thonë që kjo është ezani I cilin kemi me e përdor për me I ftu besimtarët në namaz. Tamam. Thot sahabiu në fjalë kur I kam treguar pejgamberit alayhis salam për këtë ëndër që ne kam pa unë, më ka thonë, me të vërtet kjo ëndër është e vërtet, është e sakt, është prej Zotit Xhelel Xhelaluhu, dhe I ka thonë, ngrito edhe thuja këtë fjalë Bilalit në mënyrë që me e thirr ezanin. Për çfarë arsye e ka përmend ose e ka veçuar Bilalin? Për arsye se I ka thonë ai e ka ezanin më të mirë edhe më të fuqishëm sa ti. Dhe ka fillu pasaj Hazreti Bilali me e thirr këtë ezan të cilin e kemi neve sot. Pra, do diskutimi që I bëhet në këtë kapitull, do të thotë argumentimin kryesor e morëm prej këtij hadithi, të cilin e sqaruam deri tash. Tamam. Çfarë është për qëllim kur të flasim për ezanin, çka është për qëllim me fjalën ezan arabisht? Është për qëllim njoftimin, lajmërimin apo kumtimin. Për me I tregu dhe të cilët janë jashtë se filan koha namazit ka hy dhe se do të me orë me xhami për me falë atë. Tamam. Thot wa yazidu fi adhan al-fajr ba'da al-falah, thot dhe shton në namazin e sabahut, në zonën e namazit sabahut pas fjalës hayya 'ala al-falah. E janë në shpëtim, es-salatu khairu min an-nawm marratayn. E thot e shton 2 herë es-salatu khairu min an-nawm. Do të thonë namazet më mirë se gjumi. Për çfarë arsye është thot? Thot li anna Bilalan radiyallahu an qal. Sepse thot Bilali radiyallahu anhu ka thonë es-salatu khairu min an-nawm marratayn. Ka thonë es-salatu khairu min an-nawm 2 herë. Namazet më mirë se gjumi.
kur e ka vrejt një ditë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte nxanë gjumë dhe nuk po ngritet. Ka dalë me thirrë ezanin. Allahu akbar, kam rënë deri te halal falas. Zal kërkosh. Edhe as-salatu khayrun min an-nawm. Namazi është më i mirë se gjumi. Apo për ditë namazi është më i mirë se gjumi. Do thot kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ma ahsana hadha ya Bilal. Sa e mirë është që e shtuve ti, o Bilal. Ij'alha fi adhanik, bane pjesë të zonit tanë. Thirrjes tone, është fjala veç për namazin sabah. Jo për diçka tjetër. Dhe kjo, domethënë, është veçu namazin sabah me këta, sepse ky vakt është vakt i gjumit, është vakt i rahatis, është vakt shpesh herë dhe i pakujdesisë ndaj në kohë e saktuar të namazit. Njerëzit po shohin vëmendjen këtë kohë. E Zotën e ka bën mirë se ka shtuar këta, ky sahabi i nderuar. Thot wal iqamatu mithlu al adhan. Edhe ikameti thot është njëjtë sikur se ezani. Illa annahu yazidu fiha ba'da al falah qad qamat as salatu marratan. Thot edhe ikameti është i njëjtë sikur ezani. Do thot për nga ana e përmbajtjes fjalëve. Përveç se pas fjales hayya alal falah shtohet qad qamat as-salah dy herë. Me tregu që namazi po fillon. Sepse thot kështu e ka ardhur në transmetim tek ai hadithi që tham pak më herët i melekut. Thot thumma huwa hujjatun ala Shafi'i, sepse thot kjo gjithashtu është argument për Imam Shafiun, i cili thot se duhet me i thonë veç ka një herë këto. Kjo hadith që tham pak më herët është argument i cili e replikon ose e ban me ra poshtë fjalën e Imam Shafiut që thot që thuhet veç një herë, sepse në këtë transmetim po thot që ka ardhur nga dy herë. Tamam. Wa yatarassalu fil adhan wa yahduru fil iqama. Thot, për gjatë ezanit, e thirë ezanin me qetësi nga dalë. Kemi fjallin tek ezan. Kurse thot në ikamet, thot e shpejtën ata. Tash i kemi dy sedatat ndryshme. E kemi sedatën kur muezinit duhet e thirë ezanin, që i preferohet atina me e thirë pak më ngadale. Ma javash. Edhe kemi sedatën kur e thirë ikametin, e cila preferohet që t'jetë më e shpejt. Li qawlihi alayhi salatu wassalam li Bilal, për shkak të fjalës së pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka thënë Bilalit, idha adhanta fatarassal. Kur thirrsh adhan, thirrë më ngadal. Thirrë me një qetësie, zgjat e pak. Kurse thot kur të thirrsh ikametin, shpejtoje ata. Dhe kjo thot është sharim për një gjë që është e pëlqyeshme. Kjo që u tha deri tash. Do thot thirrja don ngadal edhe shpejtimi në ikamet është diçka që është e pëlqyeshme, rrjedhimisht. Se muezini ngutet në zan. Edhe ngadalsohet në ikamet nuk ka bën ndonjë gjuna. Mirë po, është një sharim i cili na tregon se më e pëlqyeshme është me qenë më të ngadalshëm gjatë ezanit dhe më të shpejtuar në mënyrën e thirrjes në ikamet. Wa yastaqbilu bihima al-qiblata. Thot dhe kur të thirr ezanin edhe ikametin është i drejtuar nga kibla. Do thot e merr përballë kiblen. Sepse tek hadithi që e tham pak më herët, thot kur ka zbrit meleku prej qiellit me e thirr ezanin, thot ka thirr ezan duke qenë i drejtuar nga kibla. Thot walau taraka al-istiqbal jaz. Edhe nëse e lën të thirr me një drejtim tjetër, jo drejtim kiblës, është në rregull ezani. Për arsye se arrin qëllimi i ezanit që është me i tregu njerëzve që koha ka hi. Do të me njoftu njerëzit që kjo kohë ka hi. Mirë po, wa yukrahu
urrejhet me e bon këtë sen, për arsye se e kundërshton një sunet. Dhe nëse një muezin delë dhe tashti e thirë ezanin në drejtim të kundërt, që jam unë tash nga jo. Edhe i ka vetë njëjtë. Nuk ka bo gjuna. Edhe zona i ka vetë janë të plotë, nuk prish punë. Mirë po urrejhet në veprim i tillë për arsye se është në kundërshtim me sunet. Tash thot wa yuhawwilu wajha bis salati wal falahi yamina wa yasra. Kur të arrin gjatë ezanit, duke thonë hayya ala salat edhe hayya ala falah, thot e kthen fytyrën e tina në djathtë edhe në të majtë. Edhe me thonë hayya ala salat, e kthen fytyrën në djathtë. Hayya ala falah, e kthen fytyrën në anën e majtë. Tamam. Wal afdalu lil muadhdhin, thot dhe më e mira për muezinin en yaj'ala usbu'aihi fi udhunayhi. Më e mira për muezinin është të fus gishtat e tij në vesh gjatë thirrjes së ezanit. Sepse thot bidhalika amara an-nabi alayhi salatu wasalam Bilalan. Thot me këta e ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bilalin për me vepruar në këtë mënyrë kur të thirrë ezanin. Sepse thot në këtë mënyrë personi e arrin maksimumin në ezanin e tina. Arrin me njoftu që shdohet. Thot fa in lam yaf'al fa hasan. Thot nëse eventualisht nuk e ban këta, thot është në rregull. Thot nëse nuk e vendos gishtat në veç gjatë thirrjes ezanit, thot është në rregull, sepse thot nuk është ndonjë obligim. Është diçka që është e pëlqyeshme. Është diçka që është e pëlqyeshme. Thot wa at-tathwib fi al-fajr hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah marratayn ba'da al-adhan wal iqama hasan. Thot edhe me e thon fjalën hayya 'ala as-salah dhe hayya 'ala al-falah dy herë mes ezanit edhe ikametit në namazin e sabatit është e mirë. E ke përfunduar ezanin? Ikameti s'ka thirr hala. Me thonë hayya ala salat edhe hayya ala falah, thot është e pëlqyeshme. Namaz sabah. Për arsye se thot është vakt ose kohë e gjumit edhe e pakujdesit, njerëz mund të kanë kjet. Thot wa kuriha fi sa'iri salawat. Edhe kjo thot është e urrejtën në namazet tjera. Përse namazet tjera i fal me secili prej neve gjatë ditës, të rrjedhë mesht edhe akshamin e asin gjatë natës, ku nuk është i njëjti problem që është në namazin e sabah. Tamam. Thot wa yajlisu bayna al-adhan wal iqama illa fi al-maghrib. Thot dhe muezini ulet mes ezanit edhe ikametit përveç se në namazin e akshamit. Thot wa hadha 'inda Abi Hanifa. Kjo është tek Imam Abu Hanifa, Allahu e mëshiroft. Kurse thot wa qala, edhe kanë thonë dëndohet e tina tjerë, Imam Muhammed dhe Imam Ebu Jusuf al-Qadi, yajlisu fil maghrib aidan jalsatan khafifa. Thot ulet në uljet shumë të shkurt edhe në namaz të akshamit. E thashtu i kemi dy mendime paksa tjera. E kemi Abu Hanifën që po thot që nuk ulet muezini mes ezanit dhe ikametit në namaz të akshamit. Sepse kemi thonë gjatë namaz të akshamit është e preferuar që të falet me një herë këtë namaz. Kur e kemi shpjegu, i gjëratat më herë. Mirë po thot dy imama tjerë thot ulet sikurse një ulje që e ban imamin në minber. Premtë, një ulje shumë të shkurt. Tamam. Tash i vjen një transmetim që thot një dietar e ka po Abu Hanifën duke thirr ezan në namaz të akshamit, duke qëndruar në kam
dhe duke mos u ul mes ezanit dhe ikametit. Dhe kjo është ajo e cila fuqizon ata të cilët tham pak më lart që është e preferueshme që muezini të ulet mes ezanit dhe ikametit përveç në namazin e akşamit. Tamam. Thot, ajo e cila është e pëlqyeshme tek muezini është që t'jetë i ditur në çështje fetare. T'jetë i ditur në çështje fetare. Po tha është e pëlqyeshme, jo është e obligueshme. Mi po t'jetë e pëlqyeshme. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë yu'adhinu lakum khiyarukum. Ju bojnë muezin ose thirrën ezan ata që janë më të mirët e juve. Prandaj, nëse ekzistojnë për shembull dy muezina kushtimisht, dhe njëri e dim që din më shumë për fe, edhe tjetër din pak më pak, atëherë përparësia për me thirrë ezanin takon ti i cili është më i ditur në çështje fetare se sa ai i cili është më pak i ditur. Thot wa yu'adhinu lil fa'ita wa yuqim. Të thirrë ezan për namazet e humbura edhe ban ikamet. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bë kaza në namaz i cili ka ik bi adhanin wa iqama, me një ezan edhe me ikamet. Thot wa huwa hujjatun ala Shafi'i. Dhe ky transmetim është argument për Imam Shafiun, i cili thot që mjafton vetëm me ikamet. Thot fe in fatet hu salawatun, nëse i humbin shumë namazet. E patëm rastin kur i humbin një namaz. Kushtimisht i sabat ose i drekës më pasi short. Mi bëhet nëse i humbin më shumë se një namaz. 3, 4, 5. Thot edhe në lil ula, e thirë ezanin për namazin e parë, edhe pastaj ban ikamet. Thot wa kana mukhayyaran fil baqi, edhe është i lirë me zgjedh në pjesën e mbetur namazeve. Do thot te namazi i parë e thirë ezanin edhe ban ikametin. Te namazet e tjera është i lirë me zgjedh. Nëse dën, mundet me thirë ezanin dhe bëj ikametin pastaj. Nëse s'dën, mundet me shkurtu veç me ikamet. Do thot, e kemi dy situatë këtu. Situata e parë në shen ka kur personit i ka ik veç namaz. Atëherë e thirë ezanin, edhe ban ikametin, edhe ban kazatët namaz. Mirë nëse i kanë ik 2, 3, 4 apo më shumë, ky person është i lirë për me zgjedh. Do thot tek namazi i parë e thirë ezanin, ban ikametin e fal. Tek namazi i 2, 3, 4 e kështu me radhë, varësisht se sa i kanë ik, është i lirë me zgjedh. Nëse dën mundet me thirë ezanin, nëse dën mundet me mjaftu veç me ikamet për secilin namaz, secilin e fal. Thot wa yanbaghi an yu'adhdhin wa yuqim ala at-tuhr. Thot dhe duhet që të thirë ezanin edhe ikametin duke qenë i pastër. Kur po e tham duhet është për qëllim këtu diçka që është e pëlqyeshme. Sepse thot fa in adhana ala ghayri wudu jaz. Thot nëse thirë ezan pa abdes lejuhet, është në rregull. Li'annahu dhikrun wa laysa bi salat. Sepse që ky ezan thot është për kujtim, është njoftim, është kumtim, nuk është vetë namazi. Nuk është vetë namazi. Fa kana al-wudu fihi istihbaban. E kjo e ban që abdesi me kon gjatë ezanit diçka që është e pëlqyeshme. Diçka që është e pëlqyeshme. Nisaj se kur njeriu të këndon diçka Kur'an prej mendjes tina. Është e pëlqyeshme. Ose kur ti lexon libra fetare, është e pëlqyeshme me posa. Varësisht se cila situatë. Thot wa yukrahu an yuqim ala ghayri wudu. Dhe urrehet me e bën ikametin pa pas abdes.
urrejhet me bë këtë ikamet pa pas abdes. Sepse mes ikametit edhe mes namazit është një sipërfaqe veç e shkurt, një kohë shumë e shkurt. E ky tash po thirr, ty po thot ka me disa le, po fillon namazin me fal, e vet nuk ka abdes, kjo është diçka e cila nuk përkon me ata që na është duke e thonë. Tamam. Thot wa yukrahu an yu'adhdhin wa huwa junub. Edhe urrejhet thot me thirr ezan duke qenë i papastërt, duke qenë junub. Kur është fjala për këtë pikë, është fjala për me thirr ezanin jashtë xhamisë, sepse ati ndalohet me hin xhamin në çat gjendje. Domthon mos na del ndaj far keq kuptimi këto, se më thon hoxha ka thon urrejhet me thirr ezanin duke qenë junub, rrjedhimisht lejohet ty me hin xhamin, mirë po është urrejtun. Qëllimi është për ata që e thirr jashtë, sepse personi i cili është i papastërt i ndalohet me hinë në xhami në gjendjen e tillë. Thot wa fil jami' as-saghir, në librin e Jami' as-saghir të Imam Muhamedit, thot idha adhana wa aqama ala ghayri wudu la yu'id. Thot nëse e thirr ezan edhe thirr ikamet duke mos pas abdes, nuk i përsërit këto dyja, se cilat i ka thirr. Thot edhe nëse e thirr ezanin duke qenë junub, thot është më mirë për mua, Imam Muhamedi po tregon, po thot është më e dashur tek unë, më e pëlqyeshme sipas mendimit tem, me e përsërit atë ezan, e nëse nuk e përsërit është në rregull. Gjithmonë duke fol jashtë xhamisë, jo brenda në xhami. Çata po duam me pas qartë për arsye se aty ndalohet me hi në xhami duke qenë i papastërt. Tamam. Thot wala yu'adhdhinu li salatin qabla dukhuli waqtiha. Nuk thirr thot për një namaz përpara se me hi koha e namazit. Sepse ezani për çka është? Ezani është për me lajmëruar njerëzit që ka hinë çaja kohë. Tash çysh po do të me lajmëruar të tjerë që ka hinë çaja kohë, kur ajo kohë faktikisht hala nuk ka. Për me sharu pak ma mirë. Nëse namazi i drekës fillon në orën 1, edhe ti ngrihesh edhe po do të mos e hap në orën 11, me thirr ezanin, nuk të lejohet me e bën këtë gjë. Për arsye se ezani është për me i lajmëruar njerëz, me i siguruar që koha ka hyrë. Për këtë arsye thirrët kur të hin koha. E thirrja e këtij ezani para kohës nuk është lajmërim, është futje në dyshim e njerëzve. Veç ka e vështirëson punën. Kushtimisht po them ka popullor, veç ka ja ftjell më shumë atë. Për këtë arsye nuk ka thirrje të ezanit duke qenë që koha nuk ka ardhur hala. Thot wal musafiru yu'adhdhin wa yuqim. Edhe musafiri thot thirr ezan edhe ban ikamet. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i paska thonë sahabijut idha safartuma fa adhana wa aqima. Kur të udhtoni thirrni ezanin edhe bane ikametin. Thot fa in tarakahuma jami'an yukrah. Nëse i lën të dyja këtu bashkë, nuk thirr as ezan as ikamet, thot urrejhet. Walau iktafa bil iqama jaz. Nëse i mjafton thot ose e shkurton vetëm një ikamet, ezani nuk e thirrhesh, thot është në rregull. Sepse thot ezani është për me i thirr njerëzit që janë jashtë, edhe më tregu që koha namazit ka hyrë. Kurse thot ikameti është për me tregu që namazi me xhamat ka filluar më fort. Po fillon më fort. Dhe ata, që janë për musafirët, janë të nevojshëm thot për këtë dy gjë, jo për parë.
Atëherë nevojshëm e di që namazet do të më fal. Jetë koha namazet ka. Sepse janë musafir. Tamam. Thot fa in salla fi bejtihi, nëse fale thot në shtëpinë e tina, në vendin e tina, thot yusalli bi adhan wa iqame, fale thot me ezan edhe me ikamet, në mënyrë që me qenë sa ma e plotësume mënyra e namazit tina, edhe nëse është duke u falë të thot me xhamat, duke u falë me familjen e tina, me qenë komplet ky namaz në fotografin e xhamatit, me qenë në formën që është duke u falë me xhamat. Thot wa in tarakahuma jaz, thot nëse i lën të dyja është në rregull, për arsye se e kemi ne transmetim të Abdullah ibn Mesudit, i thot adhanul hayy yakfina, na mjafton thot ezanin i gjallë neve. E din që është thirrë ezan, e keni ata, të mjafton ai ezan tyje, edhe me këta po e mbyllin ligjërat Mesudit për të vazhduar javën tjetër me kushtet e namazit. Walhamdulillahi rabbil alamin.